besimi në kaderin apo në caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Besimi në kaderin apo në caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe çështjen e kaderit, insha Allahu ta'ala, do ta shtjellojmë edhe më vonë pak më detajisht. Këtu jemi për të bërë një hyrje në këtë çështje, sepse e kemi në kapitullin e tauhidit të besimit dhe diturisë. Dhe do t'i bëjmë një hyrje kësaj çështjeje duke i përmendur disa devijime shkurtimisht që ndodhin çështjen e kaderit. Se si pra çështja e kaderit u fut ka në kapitullin e tauhidit të diturisë dhe besimit. Sipas ka mundësi në kader njerëzit të bien në shirk. Pra ka mundësi. Andaj ajo që duhet ta di çdo pjesëtari i ehli sunetit, pas asaj që Allahu e ka begatuar me këtë dhe ta ndjej mirësinë e Allahut që ja ka zbritur atij, sepse siç thon dietarët e selefit, nuk ka begati më të madhe për një të ri pas Islamit që ta mësoj fen nga dietarët e ehli sunetit. Kjo është begati e madhe me të cilën Allahu na ka begatuar neve dhe juve. Pas kësaj, ajo që duhet ta di pjesëtari e ehli sunetit në këtë çështje dhe në çështje tjera, mirë po tash jemi në kapitullin në pikën e kaderit, në kapitullin e tauhidit të diturisë dhe besimit, dhe do t'ja shtjellojmë shkurtimisht ashtu siç i takon në këtë kapitull. Duhet të besoj se çdo gjë që ndodh Allahu e ka ditur, se Allahu e din çdo gjë që ndodh, që ka ndodhur, që do të ndodh. Kjo është e para, se çdo gjë përfshihet nga dituria e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe e dyta është se Allahu i lartësuar këtë gjë e ka shkruar në Lauhul Mahfuz. Pra çdo gjë që do të ndodh, Allahu i lartësuar e ka shkruar në librin i quajtur Lauhul Mahfuz. Dhe duhet ta di se Allahu i lartësuar ajo që dëshiron të ndodh te krijesat e tij do të ndodh, dhe ajo që Allahu dëshiron që mos ndodh nuk ndodh. Dhe duhet ta di se Allahu është krijues i të gjitha krijesave të tij. Këto 4 pika duhet të di njeriu në çështjen e kaderit. Se Allahu e din çdo gjë, se e dyta se Allahu e ka shkruar këtë, e treta se çdo gjë ndodh sipas dëshirës së tij, dhe e katërta se çdo gjë është krijesë e tij, krijues tjetër pos tij nuk ka. Pse i përmendim këto? Këto i përmendim për të treguar se në çështjen e kaderit kanë devijuar 2 grupe. Grupi i parë, të cilët e shikuan vetëm anën e argumenteve që flasin për lirinë e njeriut, për atë se njeriu ka liri të zgjedhjes, për atë se njeriu merret në përgjegjësi, e shikuan vetëm këtë anë dhe thanë njeriu është Zoti vetvetes me një fjalë, sepse ai krijon veprat e veta. Dhe Allahu nuk dëshiron që kështu të jetë, mirë po kjo është dëshira e njeriu dhe ai krijon këto vepra. Pra i dhan njeriut përveç lirisë diçka plus, diçka tepër, dhe e larguan atë se Allahu e ka ditë dhe e ka lejuar dhe e ka dëshiruar që kështu të ndodh, sepse pa lejen e tij dhe pa dëshirën e tij për të ndodhur ajo nuk do të mund të ndodhte vet. Njeriu nuk mund ta bëjë një gjë pa i dhënë leje Allahu i lartësuar. Ata pse ranë në këtë ekstrem? Pse ranë këtë ekstrem? Që pastaj mos ta fajsojnë Allahun për veprat e këqija që i bëjnë robrit. Mirë po kjo është gabim, sepse veprat e këqija që i bëjnë robrit, ato ndodhin me dëshirën e Allahut. Mirë po robrit janë përgjegjës për këto vepra, nuk është Allahu i lartësuar. Edhe pse Allahu i lejon këto vepra dhe ndodhin me dëshirën e tij, me lejen e tij, ai nuk është fajtor për këto vepra. Andaj nuk kemi nevojë që të themi se njeriu i krijon këto vepra pa lejen e Allahut, që del se Allahu nuk është fajtor. Gabim është kjo. Dhe ky grup devijuan këtë ekstrem.
Këto quhen kaderi. Grupi tjetër që devijuan nga ana e kundërt janë xhebrit. Ata e shikuan anën e kaderit, e shikuan se Allahu e ka ditë se çdo gjë ndodh me dëshirën e tij, nuk ndodh asgjë pa lejen e tij. I shikuan këto argumente dhe thanë se njeriu thjesht është një kukull që nuk ka liri të zgjedhjes. Pra, çdo gjë që bën ai është me xhbur, është i detyruar që ta bëjë këtë. Dhe kjo është gabim. Njeriu ka liri të zgjedhjes. Njeriu është përgjegjës për veprat e veta. Allahu i lartësuar nuk e detyron askënd që të bëj kufër. Allahu i lartësuar e ka shënuar kështu, e ka ditur se filani do ta bëjë atë vepër, ka ndodhur me dëshirën e tij. Mirë po, nuk mund të thuash se Allahu e detyron filan personin ta bëjë këtë vepër. Kjo është gabim. Andaj, pse kanë devijuar këta dy grupe, njëra në këto, njëra në anën tjetër? Sepse si në çdo mesele tjetër, bidatxhit e kanë zakon që t'i shikojnë vetëm një pjesë të argumenteve, kurse ehlu suneti, grupi i hakut, i shikojnë të dy argumentet, të dy pjesët e argumenteve, për një mesele nuk gjykojnë pa i përmbledhur të gjithë argumentet që kanë të bëjnë me atë mesele, me atë çështje. I mbledh të gjithë argumentet dhe e sheh se Allahu e ka ditë se çdo gjë ndodh me lejen e Allahut, me dëshirën e Allahut, dhe e sheh në anën tjetër se njeriu ka liri zgjedhjes, se njeriu është përgjegjës për veprat e veta, se njeriu nëse vepron keq, edhe pse Allahu e ka shkruar se ai ka vepruar keq, mirë po nuk e ka detyruar. Dhe ai do të jetë përgjegjës për këtë, do të futet në xhenet ose në xhehenem bazë të veprave të tij. Pra nuk është çështja se ai po detyrohet, sepse nëse detyrohet atëherë nuk mund të dënohet. Madje Allahu i lartësuar e ka arsyetuar nëse dikush e detyron dikënd që të bëj kufër me fjalën e tij, me gojen e tij, Allahu e ka arsyetuar. Pse? Sepse ka qenë i detyruar. Andaj si ka mundësi dikush të thotë se Allahu naudhu billah i detyron robrit e tij që të veprojnë ashtu sipas asaj që e ka shkruar? Asesi nuk i detyron Allahu i lartësuar, mirë po e ka ditë se si do të veprojnë, dhe ka dallim mes asaj që ta dish se diçka do të ndodh, ta krijosh atë dhe ta lejosh dhe të jetë me dëshirën tënde, dhe në mes asaj që ta detyrosh dikën ta veprojë atë. Asesi. Dhe edhe tjetra është gabim. Të mendoj dikush se vën vepra e Allahu nuk e ka ditë se ai çka do të veprojë. Gabim është, Allahu e ka ditë. Veprat e tij janë krijesa e Allahut, njeriu s'ka aftësi të krijojë, sepse çdo gjë me të cilën ai vepron veprat është që e ka krijuar Allahu i lartësuar. Mirë po, veni re, kjo nuk e fajson Allahun e lartësuar për veprat e këqija të robërve, sepse ata kanë liri zgjedhjes, ata janë përgjegjës për veprat e këqija të